Për ata që nuk e ndinë, doktoresh, dermatoskopi është një syri magjik tretman jo i dhëmshëm, domethënë. Patjetër, është një lloj zmadhuesi, por dallon nga lupa e thjeshtë, sepse na lejon të shohim disa struktura shumë të rëndësishme që nuk i shohim dot me sy të lirë dhe na lejon të vendosim nëse është benigna apo është malignë ky lezion, por t'i dhënë një rrugë nëse duhet hiqet si lezion apo kemi luksin ta ndjekim, ta monitorojmë, apo është thjesht benigne dhe s'ka nevojë për monitorim. Dhe normalisht biopsia mirret pastaj nëse veç dyshohet për më... Nëse dyshojmë, nëse është lezioni dyshimt apo jemi të sigurt që është kancer, nuk shkojmë me biopsi nëse jemi të sigurt që ajo është një kancer, duhet eksizohet plotësisht lezioni. Dhe zakonisht biopsit i preferojmë për sëmundje të tjera të lëkurës. Okej, domethënë jo për kancerin e lëkurës, sepse kur bëhet fjalë për kancer, themi eksizion total i krejt lezionit, sepse ideja është që aty s'duhet meten më qeliza në mënyrë që të mos përsëritet në njëjtin vend.